se nga jugu. Këtë rubrik po e filloj me Lule Mali, një bashkëpunim interesant mes Olsi Bylyku dhe Gjovalin Shani. Qofshti burgjës janë alfadin prej petalit sa i delari. Muzika dhe tekst janë realizuar nga vet Bylyku, kurse producent është Alex Gjëmpalaj. Ana vizuele u punua nga MVC Production. Shekë puti lulen e malit me rujt si syte babit. Dy javë më parë, Zoom ju raportoi për rikthimin e Baba Stars. E gjatë kësaj jave erdhi Haj 10, nga ky grup ku për shkrimin e tekstit janë për kujdes vet ata, të cilët kanë bërë dhe melodin. Bëhet fjalë për Ghetto Arselimi, Mike, Skivi, Onat e Kozman. Miksimi dhe masterizimi u realizuan nga Big Deal Records, i cili bëri dhe muzikën bashkë me Lee Beats. Ana vizuele u punua nga Sekuens. Se ti me dit e me kuptu që pa. Sabi Bekteshi ka publikuar projektin e ri që mban titullin Ku është babi? E me kuptu që pa bab je rrit. Tekstin e së cilës e ka shkruar Trashigim Zeneli, cili është përkujdesur dhe për muzikën. Orkestrimin e ka realizuar Fisnik Bajrami. Këtë vendim se kisha prit, s'kam besu se vjen Për më shumë ndiqeni këtë premierë. Kam besu se vjen kjo dit. Kush mi qan erdhi nga Energy Band dhe Irkenc Hyka. Producent është vet Irkenci dhe studio e tij Unix Music. Për videoklipin e këtij projekti muzikor u përkujdes Visard dhe Director. Terror, vrasje pa sensor. Unë nuk mërzit na vjen dita kur shon televizor. Terror thot stresi në prurjen e re, tekstin e ka shkruar vet ai. Lindi nona asgan djal. Biti është punuar nga Rilo, kurse për orkestrimin dhe masterizimin u përkujdes Ek Pro Records. Për më shumë ndiqeni këtë premierë. Po bjen nota si mallkim, rrug, dridhen pri krizën gjaku. Nuk o not me shi, gjithçka u shkatru, beta vet, bete pa mu. Art Rushiti publikoi projektin e ri të zhanrit balad, që mban titullin Shko. Shko, se të unë s'kiven, mos harro. Tekstin e ka shkruar vet ai, i cili ka bërë dhe melodin. Te unë mos u kthe. Producent është Gëzim Lazri, kurse ana vizuele u punua nga Mars Studio. Shko, se të unë s'kiven. Dashin e vjetër, tjetri s'ja fali. Ndryshon lokacioni koncertit Supernova të Dafina Zeqirit. Për arsye institucionale dhe të jashtme ndaj organizatorëve. Koncerti këngëtares, i cili është planifikuar të mbajë në sallën 1 tetore, tani do zhvillohet në sallën e madhe të Pallatit të Rinisë. Lajmin e ka bërë të ditur bashkëshorti Dafinës, njëherësh menaxheri Kreshnik Gjergje. Për ndryshe, të gjitha biletat e blera janë të vlefshme e nuk do të kërkohet asnjë veprim shtesë nga ana e publikut. Edhe këtë natë, si çdo natë, me gotë të ndorë, sa i pa fatje. Bardhi së shpejti vjen me një projekt të ri. Në fakt, bëhet fjalë për EP-n, të cilën ai e ka njoftuar përmes Instagramit. Gjenojet, pa mu dhe shnil t'i fra
M'fal, s'jom tatu, s'muj me nejt për gjithmon. E di, kom gabu, po jeta e ron, ka thënë ai. E fansat janë nethe duke prit risinë e këngëtarit. Sonte ti ka hume, edhe këtë not, si çdo not, me gotë të ndorë, sa i pa fatje.